Zoti pasi u ahodhi poshtë thënjet jehudinjve të krishterëve me arsyetime të plota, për të treguar edhe se atyre u ka ardhur pejgamberi dhe nuk do të kenë se si të thonë s'dinim gjë për ardhjen e tij, urdhëron e thot: Ja ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir, faqad ja'akum bashirun wa nadhir, wallahu ala kulli shay'in qadir. O ehli kitab, me të vërtetë ju ka ardhur pejgamberi ynë, ai ju tregon juve dispozitat fetare në një kohë kur ishte ndërprer ardhja e pejgamberëve. E kemi dërguar atë që ju të mos thoni se nuk ka ardhur ndonjë përgëzues e as ndonjë friksues. Dhe Zoti është plotësisht i fuqishëm për çdo gjë. Shpjegime. Në tefsirin Hazin thuhet se zbritjen e këtij ajeti e ka shkaktuar kjo ngjarje. Një ditë, Muadh ibn Xhabeli me disa sahabë të tjerë kanë shkuar aty, ku porinte një grup jehudinsh dhe u kanë thënë atyre: "Kijeni frikë Zotin, përpara se të dërgohej nga Zoti një pejgamber si Muhamedi, ju na i kishit treguar cilësitë e tij, duke thënë edhe me të vërtetë ai është pejgamber, kurse sot e mohoni profecinë e tij." Jehudinët u përgjigjen: "Ne nuk ju a kemi thënë fare ato fjalë, sepse pas të madhit Musa nuk ka për të ardhur tjetër pejgamber." Atëherë ka zbritur ajeti si për përkthyer. Fatra do të thot lodhem, por fatrat është edhe koha e ndërprerjes së zbulesës së Allahut, wahijit. Për shembull, në mes pejgamberit ton dhe të madhit Isa kanë kaluar 600 e disa vjet, dhe gjatë kësaj kohe nuk ka ardhur ndonjë pejgamber. Në ato shekuj ishte hapur një shteg për njerëzit që thoshin se: "Nuk dim nga t'ja mbajmë", dhe shtonin: "E dim se adhurimi i Zotit është detyrë kryesore, por nuk dim se si ta kryejmë këtë detyrë." Pra, për të mos u lënë shteg njerëzve që t'i thonë ato fjalë dhe për të rregulluar e përmirësuar punët e tyre deri në ditën e Kiametit, Zoti ka dërguar si pejgamber të madhin Muhammed, që ai të përgëzojë të bindurit me xhenet dhe të friksojë ata që nuk binden me xhehenem. Pra lindja e asaj drite në një kohë kur zbulesa ishte ndërprer dhe që njerëzit kishin marrë udhën e gabuar e të mbrapsht, është një mirësi e Allahut shumë e rëndësishme, dhe njerëzit duhet ta çmojnë dhe të falënderojnë Zotin. Zoti për të treguar edhe se si i kishte këshilluar i madhi Musa beni Israilët, urdhëron e thot: "O idh qale Musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi aleikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ta ahadan min al-alamin." Përmende o i dashurim kur Musa ju tha kombit të vet: "O kombi im, kujtoni mirësitë që ka bërë Zoti për ju, kur ai ka dërguar profet ndër ju dhe juve ju bëri mbretër, ju shpëtoi prej skllavërisë dhe ju bëri të lirë, ose bëri shumë mbretër prej jush dhe ju dha juve mrekulli të atilla që nuk ua ka dhënë asnjërit në të gjitha botët në kohën tuaj." Shpjegime. Fahri Razi u thot: Zoti në këtë ajet tregon se i madhi Musa i ka përmendur kombit të vet tre mirësitë të Zotit për t'i thirrur ata për t'ju bindur urdhrit të Zotit, por kjo thirrje do tregohet në ajetin që vjen pas këtij. Tre mirësitë janë këto: 1. Dërgimi i profetëve prej atij kombi. Me të vërtetë prej kombit të Beni Israilëve Zoti ka dërguar aq shumë profet sa nuk ka dërguar prej asnjë kombi tjetër. 2. Bërja e Beni Israilëve mbretër, kur më parë ata ishin të robruar në duart e egjiptianëve dhe përdoreshin prej tyre në punë të rënda. Më pas ata i shpëtoi Zoti nëpërmjet Musait. Ata fituan lirinë, u bën zotër të vetes dhe shumë prej tyre u bën mbretër, që sunduan shumë vende të botës. 3. Dhënia e shumë mrekullive për ata, mrekulli që nuk u ishin dhënë atëherë ndokujt në të gjithë botën. Për shembull, për ata Zoti e bëri detin në rrugë dhe mbyti në atë det armikun që po i ndiqte. Për ata Zoti dërgoi zogj shkurtash dhe ëmbëlsirë në fushën e tihit, që ata të hanin ushqim pa kur far mundi. Ja qaumi dkhulu al-ardha al-muqaddasa allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. O kombi im, hyni në tokën e shenjtë, të cilën Zoti e ka shkruar për ju. Atë tokë ju a ka dhuruar Zoti, mos u sprapsni nga frika e armikut, mos e ndroni fen tuaj, sepse atëherë ktheheni të dëmtuar e të turpëruar. Shpjegime.
Interpretuesit e Kuranit kanë thënë se kur Beni Israilët dolën nga Egjipti, i Madhi Musa u kishte premtuar atyre se do t'i vendoste në tokën e shenjtë, e cila është Damasku, Kutsi, Palestina, Erdeni, Erejhaja dhe rrethet e Turit. Këto vende quhen të shenjta sepse aty kanë banuar pejgamberët. Siç u tregua më sipër, Musa i zgjodhi dhe caktoi 12 komandant, nga një komandant prej çdo fisit të Beni Israilëve dhe i dërgoi që të vëzhgonin fuqinë e armikut, por i urdhëroi që të mos ia thoshin kombit fuqinë e tij. Mirpo kur u kthyen komandantët në kundërshtim me urdhrin e Musait, e shpallën në popull fuqinë e armikut dhe u shtin lemerin Beni Israilëve deri në atë shkallë sa filluan të thoshin: do t'ishte më mirë për ne të shkonim e të vdisnim në Egjipt. Atëherë, i Madhi Musa u shtrëngua t'i këshillonte ata, siç u tregua në ajet: nëse ktheheni, do të dëmtoheni të gjithë dhe do të humbisni lumturinë e lirisë. Zoti, për të treguar edhe përgjigjen që i dhan Musait Beni Israilët, urdhëron e thot: qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Ata i than: o Musa, aty janë njerëz dhunues, prandaj ne kurse si nuk hym në atë vend, derisa të mos dalin ata. Në qoftë se ata dalin, atëherë hym ne aty. Shpjegime. Në tefsirin Hazin thuhet: Xhebar është njeriu i cili i bën të tjerët t'ia çojnë urdhrin në vend me dhunë, ai shtrëngon njerëzit dhe ata nuk mund ta kundërshtojnë atë. Banorët e tokës së shenjtë ishin shumë të ashpër, ata i bënin shumë padrejtësi vegjëlisë, prandaj janë quajtur xhabbarin, dhunues. 12 komandantët që u dërguan për të hetuar fuqinë e armikut. Në raportet që i paraqitën Musait tregonin rreptësinë e madhe të atij kombi. Prandaj i Madhi Musa i kishte porositur ata që të mos e përhapnin atë lajm ndër Beni Israilët, mirëpo përveç 2 vetave të tjerët e përhapën lajmin dhe kështu u futën ndrithmat Beni Israilëve, të cilëve ju pre fuqia morale krejtësisht dhe i dhan Musait përgjigjen e mësipërme. Zoti, për të treguar edhe fjalët e atyre të dyve që vepruan sipas urdhrit të Musait, thotë: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Ju drejtuan kombit të vet 2 burra prej atyre që kishin frikë Zotin dhe mbi të cilët Zoti kishte bërë mirësi. Ata i than: futuni befas në portën e fortesës së tyre, sepse po t'u hyni atyre në atë mënyrë, do e mos do t'jeni nga dhënjës, dhe nëse jeni besimtar, mbështetuni vetëm në Zotin. Shpjegime. 2 burrat është për 2 vetat që kishin ikur prej ushtrisë armikut dhe kishin ardhur e i kishin besuar Musait, por Fahri Raziu thot se ata 2 burrat janë Yusha ibn Nuni dhe Kalib ibn Jufenaj, 2 nga atë 12 komandantët e emëruar dhe që kishin besim të plot në Musan. Këta të 2 u than fiseve të veta se ndihma e Zotit për të cilën ka folur Musai do e mos do të shfaqet dhe përfunduan këshillën duke u thënë atyre: nëse jeni besimtar, mbështetuni vetëm te Zoti. E gjitha kjo për t'ju treguar atyre se qëllimi arrihet kur e varr shpresën vetëm te Zoti dhe kur merren masat e duhura.